Unë e poshtë derisa flisni t'ju, doktor Florimi ishte i prekur vazhdimisht, edhe unë po du pak me shtendosë edhe bisedën se shpesh shpirtin a flet përmes lapsit edhe përmes letrës. Edhe ajo pse ma shumë kom insistu doktor Florimi me qenë sot natyrisht falenderuese për kontributin e familjes tuaj, të andin si djali i ri asaj kohe, po ajo çka mu më pëlqen është kur njerëz e kthejnë art edhe dhimbjen, sepse edhe loti është art, edhe dhimbja është art, edhe kujtimet mbesin përmes vargjeve. E i thu dikujt që doktor Florimi çdo ditë operon paciente, ndërkohë hin YouTube dhe kërkon doktor Florim Zenullah dhe gjen këngë dedikune për herojnë, për dëshmor, për luftën, për familjarët to, për çdo kënd që ti ke ndjen një dhimbje të madhe. Edhe kjo është ndoshta jo shumë e zakonshme, doktor Florim, por ju dhimbjen tënde si një kosovar, që atë dhe unë e ke dash çdo herë, që e the edhe në fjalinë paraprake përveç shëndetësisë, e kthyn vargje. Edhe sot je një prej atyre që je mjek, por këngën dhe vargjet i dedikon për ata që i kin mendje dhe në zemër. Unë si ri, ma shumë jam kohën i prirur nga letrat, nga shkrimet, nga rilindasit, nga ajo pjesa ma shumë i drejtum ka çështja kombëtare. Sot që një kohë në podijev na pas vrasjes së Alejetit një gjeneratet tonë tash s'muj me thonë kush i pari i dyti, mirë po, kena bo demonstrat, nuk e kena lënë asnjë ditë podijeven pa revolt. Do më thonë, me 10 vetë po e kena bo demonstratën. Ajo ka qenë pisa e dhuntis me shkru, ndoshta është e lindun, në orën letrare, do më thonë, kam qenë ma të zëshmet. Aty në atë kohë mund t'i shfaqshme dhe ato idejt tona se si mund të shliroheshim. Pak kam qenë ma ekstremist se pjesa tjetër edhe nuk e kom dasht që në fillim politikën e rrugos, mirë po, që që ka shkru Zoti, ashtu ka ndodhë dhe ka ndodhë ma mirë si që kena mendu na. Çdo i ketrive në atë kohë nga vendi ka qenë handicap, do më thonë ka një dhembje zemër, një ushtar ma pak, pastaj ndodhen helmimet, ndodhen gjërat cilat neve si rini na revoltonin dhe kur të kesh një shpirt artisti, ato i qet në letër ose në këngë. Unë kur kam këndu mas pari në shkollën e mesme, por kur në shtëpi kanë dëgju se po këndon, baba jam ka thonë, jo me këndu. Se? Ka qenë kategori kundër, me kalimin e kohës kam këndu me shok, me... Po, edhe... Po i ke rujt krejt ato tekste, ato... Po, tekstet interesant i kom rujt. Nuk tash ish problem me i marë në kaset, se s'kesh vend, kasetofon s'kosët, sezon. Gjetëm një shok, që i kish një Mercedes vjetër e i fendosëm atë, edhe këna vejt në vetur 3 orë, me marë atë. Mandej fletoret që i kom posë dërë shkrim. Tekstet, po. Njona ka humë një pjesë, do më humë, praktikisht nuk ekzistojnë as 30%. Kom posë një dërë shkrim, do më humë ditar të familjes, kështu, edhe ajo, mu ka humë për momentin, se kur të gjonë, kur të kishë qef me gjetë, të humë. Dhe dhuntia me shkru, ka qenë me e madhe se dëshira për mjekësi. Por mjekësin e ke pas premtim? Për shkak se kejtë pesë që atëherë jo kemi shku mjekësi. Shku me 6 shoku është nga klasa u registru mjekësi në atë kohë. Edhe me që ishin kushtet e vështira, ne Sabri Fizullohen e këna posë si mik të shpis, edhe më preferon me shku, me vazhdu studimet në Tiranë, për shkak të kushteve financiare, për shkak se nuk kishëm mjete, u detyrova të vazhdoj në Prishtinë. Edhe ato këngë metën atë kohë në kohën e luftës, kjo është shumë rëndësi, 2 herë kam marrë nga Llapashtica në Prishtinë, dhe kom taku Gjevdet Gashin edhe Efraim Kastratin, 2 kompozitor, me ndërmjetësim të shkumbin në Kryezivët.
ato tekstet për heroj dhe ato këngë mu jetësu në atë kohë. Mërë me menë, në gati 30 vjetë mas luftës, i këna jetësu, do të thëtë edhe nuk e kanë hupë vlerën. Mu nuk po mdo këtë që e kanë hupë vlerën.